ka vend shime. E po, për kalciumin kapaku gjithmonë është i hapur. E për ne? E kush do t'u thoshte jo proteinave? Ngushto, brenda po vjen vitamina D dhe omega 3. Të gjitha të mirat e peshkut janë renditur si sardele në konservë. Vetëm peshk, krip dhe vaj. Eva dhe Mirela Sardelit. Përshëndetje shikues të Klan Kosovës, takohemi bashkë sërish në emisionin Peshku i Artë, emision vere, i cili sjell në ekranet tuaja Bregdetin shqiptar. E di që ma keni lakmi, sepse momentin që e shihni këtë pamje mbrapa me e di që ju pëlqen, por mos jetoni me merake, është tepër e thjesht, e jani në Vlorë tek Marina Bay dhe do të kaloni pushime fantastike. Është ambient tepër i ngrohtë, edhe mikpritja është e jashtëzakonshme, nuk po flasim për ushqim sepse është fantastik dhe tepër i shijshëm, po do të përfitoni shumë nga ajri i pastër dhe nga gjithçka ju pret në Vlorë në jug të Shqipërisë. Siç tashmë e dini, keni shumë arsye për ta ndjek Peshkun e Artë. Do të jemi në Braçkosa, do të jemi në fakt në Bregdet, do të sjellim tek ju receta me ushqime të detit, do të shkojmë te kuzhina për të parë sot se çfarë na ka përgatitur kuzhinieri ynë Mauricio. Mauricio, më fal se ta harrova mbi emrin, sepse kisha mendjen te Mauricio Sari, nëse s'gaboj, është një trajner futbolli. Ai është ekspert në fushë, po ju jeni besoj ekspert në kuzhinë dhe në tavolinë të përgatitjes. Çka kemi sonte? Atëherë sot kemi një sallatë siciliane me produkte mezetare siç janë agrumet portokalli, limoni, selinoja, timusi. Edhe më pas do ta shërbej me një produkt pordavës, sardele me pikante, e cila do t'jap një aciditet, do t'i shtoj një shije më fantastike në fund të saj. Sa mirë. Edhe nisi me përgatitjen, besoj unë. Po, ju filloni me njëherë, derisa ju filloni me përgatitjen, unë ju njoftoj se ky emision mundsohet nga Podravka. Gjithsesi, tashmë e dini se cilat produkte i sjell Podravka në shtëpitë tuaja dhe shkoni blini në dyqanet më të afërta që i keni. Keni sardele, keni tuna, keni gjithçka që ju kënaq shpirtin. Derisa Mauricio përgatit sallatën siciliane, unë po shkoj të marr mysafirin për sonte. Do ta zbulojmë bashkë se kush është. Baby! Pas ke dalë me më pritë në rrugë. Mirë si kjo arë. Reatohu, se ma dhe këtë limon. E di që me interes ma ke dhonë këtë limon. Jo, limonin ta dhash se kur e hanë, do më thonë, ka vitamin C shumë. Po. Edhe të vrejta në tecne, Po. që ki munges vitamine C. Jo, ka munges të eksperiencës në taka. Po, apshone, diçka kom Jo, pa. mendova që ma dhe me interes për faktin se kemi birën Lashko, një birë cila të kënaq po ashtu në ditë të ngrohta ose të nxehta, ta fladit shpirtin. Edhe me aq sa di, edhe pse nuk jam adhuruese shumë e madhe e alkoolit, limoni shkon shumë me birën. Shkon me birë, që bilënjeri, që. Baba këtu, faleminderit. Fol për uki nuk i nder me birë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, të bëftë mirë. Unë një sola, një pije shumë i mirë, e që po ashtu shkon shumë në Kosovë. Ky është pak jo balans, ishtë dashtë të dytë me pas pjet njëta, po Tash, ja po pim dytë bira, ja po pim dytë multisola. Jo, unë po pi sola, Ha, gëzuar, pra, për ditë të nxehta. Po pra, Edi, si shkoj rruga, the që duka prishkeri, tregom sa shpenzon brenda vitit, jo për kerrin, po në përgjithësi. A e ke jetën në shtrajt? Po, adin qysh, tash kanë fillu apetitet me u rritë. Po, Domethënë, se kanë fillu apetitet me urit, prisi e boj famshëm apo? Jo, s'po foli për veti, po në përgjithësi jeta është bëha shtrejt edhe nuk është që e teprej, zakonisht sikur njerëz normal, nuk shpenzoj shumë. Po brenda vitit a ke bon ndonjë llogari apo aq miri ke kushte sa s'ke nevojë me bo llogari? Kushtet i kam qaq sa punoj, domethënë. Faleminderit shumë prej vetvetes, prej Zotit që ma jep mundësinë edhe takatin me punu. Po sa punoj shpenzoj, edhe unë punoj bëja gjithë si shumë, kështu që qatu jemi. Çka po punon bre? E ti pse mu nuk mi bone pyetjet në Prishtinë, po më prunë dhe në Vlorë më bo pyetje? Se në Prishtinë nuk kisha mujt me ta sjell Bregdetin shqiptar, Aha. nuk kisha mujt me ta sjell këtë ambient kaq të mirë, edhe tu e pas parasysh që ty të pëlqen Beleshi.
Apo jo? Tash hajt Më do këtë dojë taftojmë. me ma shkremnin aty të emisioni, se mu ka po ma shtrajt mu se juve. Jo, tu ka po shtrajt kjerë se jo emisioni. Po, vallaj, ma prishën kjerën. Hajde, shnosh, çka me bo. Shnosh, na martë liga. Edi, nga viti 2011, nuk po bëjmë shumë serioze, po flasim pak për gjithë ata që e Me kam pa fakte. me vonesë punën e Edit. Nga viti 2011 drejtoni teatrin e qytetit Gjakovës. Gjakovës. Po, prej viti 2011 jam drejtor të teatr. Qysh po shkon puna? Edhe tregom për gjatë gjithë këtyre viteve sa ke qenë në krye të teatrit, çka ke bo? Kom bo gjithë shka, nuk kom lënë gjoba bo. Hajde ta konvertojmë në konkrete. E kom rinjall teatrin. Çka është merite jotja? Merite emja është gjdo sukses i teatrit që është tash për tash aktual, i cili prezentohet kudo. Aty ku përmendet teatri qytetit Gjakovës, teatri Hadi Shehu, aty është Edi Kastrati mrapa, normalisht, pa modesti po them këtë. Kur kam hyrë në teatr, teatri ka pas vetëm 4 punëtor, zbashku me drejtorin. Tash i ka 24 punëtor, e ka stafin teknik, stafin administrativ dhe stafin artistik. Teatri qytetit Gjakovës i punon deri në 5 shfaqje në vit, merr çmime ndërkombëtare, çmime kombëtare, edhe gjithashtu ka fitu tash sfundmi si shfaqja më e mirë, si puna më e mirë e vitit 2021 në fushën në sferën e teatrit nga Ministria e Kulturës. Po, Teatri Gjakovës nuk nalet asnjëherë, punon jashtëzakonisht shumë. Shfaqjet i ka konkurrencë ndërkombëtare. Kemi fituar në Shkup, do të thotë çmimin në konkurrencë me Kroacinë, me Bosnën, me Turkinë, me Shqipërinë. Duket edhe Malizi ka qenë, nuk kujtohet. Kemi fituar çmimin shfaqja më e mirë. Edhe me ushtyme këto teatro është me të vërtetë e zërshme, sepse e dim shumë mirë që kanë buxhet milionsh. E ne kemi problem nisjen, kemi problem autobusin, e kemi problem ushqimin, e të tjera. Po me një punë të palodhshme, me një pozitivitet, me një ambicje të mirë, me një fanatizëm është ma përshtatshme, kemi arrit që të shkojmë përpara dhe ta ringjallim teatrin, sepse teatri ka qenë, kur unë kam marrë, ka qenë i vdekur, apo ka pas vdekje klinike. Tash tregom, thatë se është një numër i madh i stafit që punojnë në teatr, duke përfshi aktorë dhe pjesën teknike. Po më intereson me ditë nëse keni pas gjesht në përgjedhjen e aktorëve të cilët do të luajnë teatr dhe do të jenë pjesë e teatrit. A keni marrë miq tuaj të luajnë në teatr, të jenë përhershëm aty, përhershëm kuptimin jo, miq, jo, edhe pse ne aktorët jemi gjithë miq, do të thotë komuniteti i vogël, komuniteti artistik jemi gjithë shok, gjithë miq. Po ka qenë një mirë këtu se unë kam qenë çdo herë në përcjellje të gjeneratave të reja, të cilët kanë shku me studiu në Prishtinë, dhe çdo herë i kam afruar afër teatrit, i kam angazhuar me kontrata mbi vepër, i kam angazhuar me role të vogla të mëdha epizodike varësisht për regjisorit, dhe nuk i kam lënë me u largu, me punu kamariera, me shku me punu punë që nuk janë të profesionit të tyne. Edhe kur u hap konkursi, ata ishin të gjithë të diplomuar. Edhe fatmirësisht nuk na mbeti askush jashtë, përveç atyre që ishin akoma student, që nuk janë brenda teatrit, përndryshe diku rreth 95% të atyre që e kanë kryer Fakultetin e Arteve janë të punësuar në teatr. A ke dhënë krejt çka ke pas për teatrin, tu qenë në pozit edhe sa gjatë e sheh veten aty? A ke menduar të japësh dorëheqje ose Po, pikërisht shumë pyetje të mira ke bërë se jemi në këtë fazë, sepse kanë filluar me u shfaq disa probleme që nuk kanë qenë më herët. cilat janë ato probleme? Për shembull, ka filluar me u shfaq lodhja ime personale, sepse për me arrit në këtë pikë ku jemi ne, duhet patjetër që me japë edhe prej vetës, jo vetëm emocion, jo vetëm energji, por edhe ndonjëherë financat personale me i përdor për me shku dika. Edhe realisht... Se në këtë gjendje është teatri atje? Jo, teatri ishte edhe më keq se në këtë gjendje. Okej. Mirë, po kemi avancu shumë në këtë drejtim, edhe tash është një moment që ndoshta po më duhet pakës kohë me e menaxhu veten, sepse kam me tu e menaxhu teatrin dhe aktorët e teatrit,
programin dhe ku ta diune, edhe po besoj që ndoshta është momenti me u largu pak, edhe me pa teatrin prej një pozicioni tjetër, edhe po shpresoj shumë dhe po lutem që del dikush shumë i mirë që të më zavendësoj mu. Kush do të ishte pasuesi ideal? Nuk e një askon që mundet me më zavendësu mu, jo vetëm teatrin e asnjë. As pak modest. Jo, kjo është pikrisht pa modesti, sepse kam dëshirë me i nxit njerëz, edhe me ardh dikush me thonë unë të zavendësoj ty dhe më jap me dy durt. Po, tamam. Sepse unë jam aktor tek e fundit, unë mu zemra më rrej për drasat e teatrit. E kuptoj. Prej teatrit kalojmë pak te serialet. Çka po ndodh me një serial ku ju jeni producent? Po. Ka kohë që jeni producent. Sa mirë ki marrë informata, bravo, nuk po puna gazetarit kjo është. Kjo gëzuar është me fitu kohë për me u përgjigj. Me mendu, po. Vazhdojmë. Po, isha te seriali. Po. Kur ka përfundu seriali jonë që e kishim shumë popularizun, Osamir, kemi fillu me mendu, me punu gjanat ndryshme, gjanat treja, edhe bashkarisht me një mik timin e vendosëm me bon një serial të ri, i cili titullohet Pallati i Ëndrave. Bëhet fjalë për një telenovel, një serial komedi, i cili mund të them lirshëm që është njëra prej punëve më të mira që është bona i herë në Kosovë, edhe që nuk e besoj që mund të kemi edhe konkurrencë në atë aspekt. Po flas me fjalë të njerëzve të cilët e kanë pa një epizod që kemi realizu. Bëhet fjalë për një histori të një familjes që ja kanë marrë pronat edhe e ka ftu një avokat prej Evropës për me ndihmu për rikthimin e pronave të veta. Mirë, po aty lindin shumë ndryshime, shumë fatkeqësi, vjen deri tek avokati bjen gjendje koma dhe një taksist ja merr rolin e avokatit, shkon për t'i mashtru, e gjithë ngjarja ndodh në një shtëpi, e cila quhet edhe vetë emri i serialit është Pallati i Ëndrave, është një shtëpi super luksoze, një familje super luksoze e Kosovës që bën një jetë shumë të shtrejtë. Po më duket sigur se tematika e këtij seriali ashtu përshkon edhe punët në serial. Po, pikrisht, sepse... Çka ashtu ndodh? Miku im, shoku im, që ishim bashkë producent. Cili? Njoni, e dina i vete she. Jo, duhet ta di edhe publiku. Jo. Me që e prunëm deri këtu, hajde po e gjujmë. Jo, ai realisht kishte qenë të boni punë tjetër paralele, pa dijen time, edhe vazhdoj punën e vet, edhe aty i ndam rrugë tona. Seriali me mbet mua, sepse unë ideator isha unë. Edhe tash... A bëhet fjalë për Ardi Islamin? Jo, Ardi e ka shkruar skenarin. Okej. Ardi e ka shkruar skenarin. Se e di që punoni bashkë. Po, Ardi e ka shkruar skenarin dhe a do t'jetë pjesë e skenarit prap, nuk e di sepse varet për Ardit. Po që tash kohën e fundit i kemi bashku forcat me një tjetër koleg. Kush është ky kolegu? Ky është Fatmir Spahiu, Bufi, që do ta bëjmë së bashku. Edhe do ta arrim atë që e kishim nis dikur, po besoj që do t'jetë një super produkt. Do t'ketë një cast... Po, në rolin kryesor do t'luaj unë, Bufi, normalisht, Ylber Bardhi... E pse rolin kryesor ti edhe Bufi? Jo, thash në rolin kryesor do t'jem unë edhe Bufi. Po pse, po nuk e di, e kemi mendu ashtu, do t'ot kur jemi ull me i boj den... Plus asaj që nuk ka kush ju zavendëson? Po tash, e tha ti. Edhe po besoj që do t'jetë një super produkt. Me të vërtet super produkt. Megjithatë, seriali Pallati i Ëndrave nuk është i vetmi projekt me cilin po merresh aktualisht. Nga ato informacionet që unë i kam mbledh, kam dëgjuar se keni marrë një ofertë për të drejtuar një emision televiziv. Po, në fakt i kam dy oferta. Dy oferta për emisione televizive? Edhe një argëzuar. Hajde. Ose hajde që të në gotë. Prap ke kohë për me ndu përgjigjen. Po, normalisht. Shtu duhet me i marrë edhe minutazhën. Hajde gëzuar edhe. Hajde gëzuar edhe një. Po, ku janë këto oferta dhe çfarë natyre emisionit më shumë intereson me ditë?
Sepse ju artistët, këngëtarët, Paka shumë si late night gjithë show. doni me na lëm pa bukën e gojës. Jo, nuk është e vërtet. Na mujmë i bashku forcat e me bo më të mirën. Sepse realisht është mediat pa keq kuptime janë në krizë shumë të madhe. Do më thonë, diri sa Çka nën kupton kriza e madhe në media? Kriza e madhe nën kupton Mungesë duhet të me investu profesionistëve, ma shumë. Jo, të investimit financiar, mendon? jo. Mjetet financiare ekzistojnë, ato gjenden, nuk është që nuk janë. Kriza e madhe është kur del një, s'po du me përmend emna mbi emna, një njeri kot me TikTok edhe i bën konkurrencë medjave 5 televizioneve bashkë. Për shembull, kjo është kriza, sepse televizioni duhet me qenë një hap përpara një njeriu që nuk din me shkruaj emrin e vet. Edhe është koha e njerëzve të cilët po bojnë, po dalin, po shfaqen, njerëz që nuk është mëkat, është merr me i bota. Ndoshta është çështje trendi, është poha e këtyre aplikacioneve, TikTokut e këtyre. A keni mendu ju personalisht me bë diçka me TikTok, me përdor këtë? Jo, asnjëherë. Unë kam TikTok kohën e pandemisë, e pata hap TikTokun, edhe me të vërtet shkoj shumë nalt në atë kohë, po e pash që nuk Sa është nalt për ty, se juve në Gjakov nalt edhe qika shkoj, po. Qika shkoj, po unala në drejtim, po mandej që ky trend i fundit që po futen live edhe po bojnë shumë si lypsa, është me të vërtet për mua është e papranueshme. Unë nuk kam hi asnjëherë. Në fakt njëherë kam hi një jetë me Teuta Krasniqin, me aktorën, me kërkesën e Teutës, ta hade po futemi bashkë live, tash nuk di, po u futëm live edhe e bom atë parë tripin që po bëke. Po kthehemi tash te pyetja, oferta e televizioneve. Na kemi edhe një televizion lokal në Gjakov, i cili është ndru pronari, e ka marrë një mik i imi, shumë i ngushtë, edhe aty jam si në shtëpinë time normalisht, edhe po besoj që aty do t'jetë një angazhimi imi rreth një emisioni televiziv, nëse kuptohet, e gjej kohën dhe momentin dhe nëse e gjej saktësisht goditjen. Sepse është shumë... Thatë se do t'jetë late night show. Ashtu afërsisht si late night show, edhe në televizionet tona, njërin prej televizioneve, e kam një ofertë. Si cili late night show? Sepse si asnjëni late night show. Me kopju nga pak. Jo, asnjëherë në jetë. Unë nuk kopjoj, nuk kam nevojë me kopju, sepse na jemi krijues. Unë veç ulna ma një laps, një letër edhe e krijoj. Me njëherë, do më thonë, nuk ka nevojë me kopju. Pikrisht për këtë arsye, televizionet tona i kanë emisionet shumë atë mira se televizionet e shqiptarët, Shqipnisë. Sepse janë të krijuar me vet, nuk janë të kopjuar. Domethënë, mediat në Shqipëri kanë të gjitha emisionet që i blejnë të drejtat autoriale, të gjitha. Nëse një emision më i thjeshtë i joni, më i thjeshtë i qoftë, nuk është i kopjuar. Unë nuk e di që ka një emision të kopjuar Kosova. Kosova me qash kapacitet sa ka, e bën një emision po është origjinal. Për këtë arsye është shumë më i mirë se një emision që e marrim në Suedin, Hollandën, Norvegji, bla bla. Çka nëse nuk vez emisioni televiziv? Unë jam shumë pozitiv. Maki, njet edhe nuk e shoh dështimin asnjëherë në jetë. Po ç'a ndodh? Jo, nuk ndodh. Nuk ekziston dështim. Po jo, nuk ekziston dështim. Po dhe ti kur je nis me idenë që kemi mri në Vlorë pa të prish kerri. Po jo. Po tu ka prish kerri. Po s'është problem, unë e kam mri në Vlorë. Dështimi nuk ekziston. Po me s'di që kthehesh atje tash. Kthena me kerr tjetër, nuk është problem. O, sa kerë ki? E kam një kerr, po tjetrin jam kthy e kam marrë me rend, vetëm për juve. Faleminderit shumë. Flasim pak edhe për jetën. Ju jeni prind, jeni babai Po i kam 2 djemve. Enzo edhe Eden. Qysh po shkon jeta si prind? Shumë mirë. Unë jam jashtëzakonisht i përkushtuar në familje. E gjej momentin... A je më shumë prind i mirë apo aktor i mirë? Te cila je më i mirë? Jo, jam prind i mirë. Unë nuk di me lujt pas skenar. Unë luj veç me skenar, jam shumë profesional. Nuk qenë ke vetvetja, pra? Jo, jam pikrisht jam vetvetja. Unë jam shumë prind i mirë. Do ma thonë, nëse një minut e kom kohë... Do shta duhet t'i pysim fëmit nëse je prind i mirë. Po, muj mi pysh, s'është problem. Tërin telefon. Edhe qështu. E ti sa je nane mirë? A, nuk e di. Pse? Presim sa të rritën vajzat edhe i pysim. Sa vajza ki? 2 vajza. Mirë, kemi diçka për djembe.
Ti ardh me bo me lujtë mësitin. Po, dorën. Pri djallë se ka ko, nuk i japun e qikat në Gjakov. Unë du mi dhanë dikun ku e kanë zemrën e gjonë, ku e qelin kuletën pa ju dridh dora, ku... Edi, tregon pak, nuk e di, nuk më kujtojë që kemi folë për pasionet e tua, kush dominon të pasionet e tua? Të pasionet e mia... është kuzhina? Jam shumë i mirë në kuzhinë, jashtëzakonisht i mirë, po. Nuk e di, dikur e kam pas shumë sportet në përgjithësi, muzika, nuk e di, çdo gjë e mirë e zën vendin tonë. Domethënë, cili është ushqimi i preferuar? Me që thatë se jeni i mirë në kuzhinë dhe cila është receta që dini me përgatit? Unë e di me përgatit këtë receta, çka ekzistojnë. Apo që është një fli me boqa? Fli nuk i kushtet e. Se s'kom kushtet, jo, po e nëse di ki kushtet, apo edhe flin, nuk ka problem. Une i du shumë tradicionalet. Po. Më pëlqenë shumë, se t'japin edhe një farloj nostalgjie, kur përpara kena hongër, ta kujtojnë paka shumë familjen e madhe. Besoj, shihet edhe kështu nga pamja që jeni një adhuruesi ushqimeve tradicionale. Jo mbesh pak shlirë, ti, jo mbesh pak shlirë ma ki. Po jo, është vërtet, po. Ha me, do më thonë, veç me mpat u hongër të merruja dhe ty me njëherë. Se ha pak si me lezet. Apo, jo, gurman jemi gjithë besoj. Gurman jemi, është vërtet. S'më kujtu kja fjallë, gurman jemi. Sidomos kur përgatitet nga kuzhina e Podravkës që janë produktet fantastike. Mauricio, si po shkon puna? E pas ka kry, Mauricio? Neve na duhet një salat për me u fresku pak, sepse në peshkun e artë do ta kemi edhe peshkun e nxehtë. E vërtet. Kështu që do ta shijojmë pak salatën dhe pastaj do të vazhdojmë me një pjesë tjetër të intervistës që e kemi quajtur peshku i nxehtë. Je gati? Gati. Mundet me ti përvlu buzë peshku i nxehtë. Tash, ajo marrë deri këtu. Bom një shadon. Ju s'keri tu gatrish? Edhe buzë të dhe kejtë. Mirë. Derisa receta tjetë gati për servim, që ta shijojmë unë dhe Edit, shohim si çfarë ka bërë Mauricio dhe sa ka qenë ekspert në fushën e tij. Ne do ta shohim bashkë një material, sepse derisa ne po qëndrojmë në Vlorë, ne po eksplorojmë disa nga vendet e Vlorës. Kemi qenë tek Muzeu Kombëtar i Pavarësisë dhe pastaj kemi shkuar për të vizituar Kalan e Kaninës, dy destinacione mjaft të rëndësishme në të cilat kemi marrë informacione shumë të mira që besoj duhet edhe ju t'i dini. E shohim bashkë të material dhe rikthehemi sërish. IP Petrol njihet për cilësinë e derivateve, kështu që të gjithë ju që zgjedhni IP Petrol, ta keni me dije që e keni sigurinë maksimale në produktet e naftës dhe të benzinës. Përveç kësaj, IP Petrol ka edhe mundësinë e vetë shërbimit, e të gjithë ju që vetë shërbeheni, keni mundësi të tjera ekstra, fitoni bonuse, zbritje dhe shumë çka tjetër. Andaj, IP Petrol është zgjedhja e duhur. Një vit pasi është shpallur pavarësia e Shqipërisë, Ismail Qemajli vjen në këtë godinë për t'ju drejtuar shqiptarëve me fjalimin e tij të famshëm. Nuk është shpallur këtu pavarësia e Shqipërisë, por brenda në Muzeun Ndërkombëtar të Pavarësisë do të na tregoj drejtori i këtij muzeu, Istrev Dobi, se ku është shpallur pavarësia e Shqipërisë, pasi që shumë nga vizitorët e ngatrojnë këtë gjë. Shkojmë të shohim. Zoti i shtëpisë, mirë se gjetëm. Ma kemi serdhe. Mirë se gjetëm. Mirë serdhe, urdhra. Faleminderit. Zoti Dobi, kemi hyrë në një godinë që është ndër më të vizituarat, besoj, në Shqipëri. Për Vlorë nuk po e diskutoj. Na fol pak për rëndësinë e saj. Është momenti, për të folur dy fjalë për godinën, është një godinë rreth 180 vjeçare.
fillimisht ka shërbyer si zyrat e doganës së ushtrisë turke, pasi porti ka qenë shumë afër nga qyteti. Zyrat e doganës kanë qenë deri nga fundi i shekullit të 19. Në fund të shekullit të 19 dhe fillim të shekullit 20, si për ironi të kësaj që po kalojmë tani, këto ka qenë spital karantine, gjithë kjo godinë, po rreth 20-25 vjet. 4 dhjetor të vitit 1912, për herë të parë këtu hyn qeveria e Ismail Qemalit. Se po fillojmë çik jo nga 23, po nga 4, se është një datë që shumë e rëndësishme për ta ditur shumë vetëm për të shpjeguar që kjo godinë është godina e qeverisë së Ismail Qemalit, që do të thotë pavarësia e shpallur në qendër të qytetit, në tek Sarajet e Xhamil Bej Vlorës, aty kanë qëndruar deri në datën 3 dhe pastaj kanë ardhur këtu, në datën 4 e 2 kanë zhvilluar mbledhjen e parë të qeverisë dhe kryeministri Ismail Qemali dhe 2 ministrat Lef Fnosi dhe Luigi Gurakuqi janë vendosur këtu. Kurse ministrat e tjerë janë vendosur në qendër të qytetit tek një pallati Sharajeve dhe një sa shtëpi të Vlonjatëve. Të sqaroj diçka tjetër. Këtu është festuar përvjetori i parë i shpalljes pavarësisë. Te kjo godinë. Dhe ajo fotografi e famshme që ju keni parë në gjithë librat e historisë është bërë te kjo godinë, te ky balkon. Do dalim e për balkon. 28 nëntor të vitit 1913. Po ka një hollësi të vogël, duke mos pasur fotografi të datës 28 nëntor 1912. Është përdorur ajo. Është përdorur gjithmonë kjo, se kjo ishte fotografi, si thua, më zyrtare nga gjitha fotografitë e tjera që ekzistonin, dhe gjithë e mendojnë sikur kjo është shtëpia ku është shpallur pavarësia. Megjithatë, jemi në muze i cili na tregon edhe për shtëpinë ku është shpallë pavarësia e Shqipërisë, sepse kjo edhe ngatrohet siç e cekët edhe ju nga vizitorët. Pyetja normale, përderisa s'është kjo shtëpi, thonë patër na i shpjegoj cila është shtëpia, atëherë për fat kemi këtë fotografi këtu. Pikërisht te kjo godinë këtu, te Selamluku, në datën 28 nëntor të vitit 1912, rreth orës 4 bazite, u shpall pavarësia, u ngrit flamuri, u firmos akti i pavarësisë nga 40 firmëtarët, i cili u lexuan para nga Luigi Gurakuqi, dhe këtu vazhdon punimet e Kuvendit të Vlorës deri në datën 3 dhjetor. 3 dhjetor të vitit 1912, u morën vendimet e rëndësishme, u zgjodh kryeministri zgjodhi ministrat dhe ministrat e parë, të kësaj kemi dhe zyrtarisht, i kemi dhe këtu në muze, po pat dhe rreth rrotull muzeut janë ministrat e qeverisë Ismail Qemalit. Dhe siç u thash, në datën 4 vendosën këtu dhe këtu kanë punuar deri në janar të vitit 1914. Me atë sa kam informacion, kosovarët dhe shqiptarët e Maqedonisë së Veriut e përbëjnë numrin më të madh të vizitorëve në këtë godinë. Këtë e them me kënaqësi që rreth 80% e vizitorëve që vinë në muzeun tonë janë të pjesës e Kosovës, pjesës e shqiptare me fjalë në veri edhe në lindje të Shqipërisë. Dhe po ngjitemi në katin e dytë, që kemi mjaft çfarë të flasim për këtë pjesë. Këtu përgjithsisht fillojmë direkt tek pavioni numër 4, është zyra e Ismail Qemalit. Ne e quajmë thesari muzeut, pasi po të shikosh këtu gati të gjitha gjërat këtu janë në origjinal. Dhe kënaqësia e të gjithëve, sidomos e vizitorëve nga Kosova, është që të vinë të ulen tek karikja e Ismail Qemalit. Edhe ja shpjegoj gjithmonë, ju them, do të dilni fotografi tek karikja e Ismail Qemalit, me afjesha është kjo. Do kalosh këtu. Ja karikja. Ja që dorën Ismailit aty. Po aspo ja, sa pregu do ta pregu. Ja do të ishte vetë. Ne këtu në fakt flasim për jetën e Ismail Qemalit. Kjo ka qenë zyra e tij, këtu ka punuar për 14 muaj Ismail Bell. Ka objekte shumë me shumë vlerë. Jemi në balkonin ku është realizuar fotografia e famshme e Ismail Qemalit. Kjo është balkoni që për mendimin tim është imazhi më i bukur. Nuk kishte foto të 28 nëntorit të vitit 1912. Dhe për festimet e një vjetorit të shpalljes pavarësisë ka ardhur një fotograf Kastile nga Koça, bile i dhe emri quhet Petro Zografi. Dhe kjo është ajo fotografia e famshme ku kanë qëndruar Ismail Qemali, ku kanë qëndruar gjithë paria e kohës në atë periudhë dhe fjalimi i famshëm i Ismail Qemalit, i cili ka mbajtur në këtë, por në fund fare është ai testamenti i fuqishëm që dihet, që i tha Ismail Qemali, ju tha fëmijëve, bitë e mi thotë, unë si rash në një pasuri, ma për linjë Shqipëri të lirë.
Vazhdojmë rrugtimin në fshatin Kanina, aty ku është kalaja. Pse është e njoftun kjo kala dhe cila është historia e saj, do të na tregoj Spartak Zybera, i cili po na pret e porta. Shkojmë bashkë. Përshëndetje, zoti Zyberaj. Mirë erdhët. Po porta tjera, Porta që drejtimja? Porta e Beut, Po. edhe porta e popullit nga Lindja. Kjo është kala e Kaninës. Mirë se erdhët dhe njerë. Mirë se ju gjetëm. Dhe do shikoni veç qa bukurie fantastike dhe historinë e kalas Kaninës. Thuhet se në këtë pjesë ka qenë një qytet i rrethuar me mure. Ashtë kështu? Po. Kush ka jetuar këtu? Bëhet fjalë për shekullin e 4 nëse nuk. Po. Atëherë ku ndodhemi këtu është kala e Kaninës. Si përfaqja është 3.5 hektar. Muri rrethus është 1 kilometër. Është e përbërë me 3 porta. Porta e Mbretit, e Beut edhe e popullit nga Lindja. Dhe është 375 metra mbi nivel detit. Jo pa qëllim zgjedhur kjo pikë strategjike, komunikoni me Zvërnecin, me Orikun, me Mallakasën, me Zjarr. Kala e Kaninës është 2407 vjeçare, ose 4 shekuj para Krishtit. Faza e parë janë Ilirët, burtë e mëdhenj me 1, faza e dytë veneciane dhe faza e tretë turqit. Për fat të keq, Italia në luftën e parë botërore na ka goditur në atë deti. Në këtë gjendje që jemi këtu, po në atë deti. Italia në luftën e parë botërore. Pjesa më e lartë e kalas është kulla e Saatit. Është 15 metra e lartë, ka qenë Saati me rrezë diellore. Dhe këtu në kalan e Kaninës kanë qenë 300 shtëpi banimi. Dhe Skënderbeu Donikën e ka marrë këtu në kala e Kaninës. Pikërisht deshta e të pys. Po. Në cilën pjesë është bërë dasma? A ka qenë e gjitha? Dasma nuk është bërë këtu, dasma është bërë në kalan e Beratit, është bërë kurorëzimin në Ardenis të Fjerit, dhe dasma e madhe është bërë në Berat, është zgjatu 3 ditë e 3 E këtu çka? Këtu mori nusen. Veç e ka marrë nusen? Donikën mori nusen. Sepse Donika këtu e ka pas shtëpinë? Po, këtu ka qenë. Okej. Në kala e Kaninës. E din nga cila port ka dalë pastaj? Në porta është dashur me marrë miratimin e Mbretit? Jo, në porta e popullit ka dalë. E popullit? Në porta e popullit, ja. Po pra, Skënderbeu ka qenë i popullit edhe është dashur me dalë ande. Në porta e popullit. Pjesa ku jemi këtu është pjesa më kryesore e kalas Kaninës. Tu kanë jetuar mbretëria. Kam dëgjuar se këtu kanë jetuar princeshat, nën dhe bi, nëse është kështu, edhe i kanë rezistuar turqve. Edhe njëna prej tyne ka pas emrin Kanina. Kanina. Nëna apo bia? Bia. Apo bia? Bia Kanina. Bia. Bia Kanina. Dhe në fund të shekullit të 17 ka kaluar Evliat Çelebia, një fotograf turk, dhe ka dokumentuar që këtu në krah të kullës së Saatit kanë qenë sarajet e familjes Vlora, 16 domaguri të paraardhësve të Ismail Qemalit. Në krah të kullës së Saatit. Këtu janë ato frëngjit e mbrojtjes, i gjithë ky muri ka qenë gjysmëne, po siç e tham, Italia në luftën e parë botërore ka goditur në deti. Nga dhe pjesë e detit teqet. Mund ta shikojmë. Jo pa qëllim këtu, mbretëria jeton dhe këtu. Shikojni veç çfarë shikonte tani këtu. Prandaj e marrim si shembull jetoj si mbret. Si mbret, shikoj tani. Jetën që bën mbretin nuk e bëjnë të tjerë. Kemi det, kemi ishull, kemi gadishull, kemi mal, kemi dhe lumin. Shushica që bashkohet me vjosën. Në një pikë të vetme i shikonte të gjitha këto mrekulli që njerëzit bën kilometra për të parë diçka, ai i shikonte në një pikë vetme. Zoti Zyberaj, faleminderit për gjitha informacionet që ndat. Ne po ikim për t'i lënë vend vizitorëve tjerë për të ardhur dhe për të parë. Faleminderit juve. Gjithë të mirat, faleminderit. Mirupafshim. Faleminderit. Është jashtëzakonisht mirë edi kur kombinohen gjanat. Për shijen time, sallata siciliane, siç e quajnë nga Shqipëria, është e jashtëzakonshme. Po aq e jashtëzakonshme është edhe kjo pjesë e ditës që për mua është më e bukura, është perëndimi i diellit dhe zakonisht e shijoj shumë. Sidomos Bregdeti shqiptar, shumica e Bregdetit shqiptar e kanë fatin me pashët pamje. Se jo shumë, domethënë jo shumë vende tjera e kanë këtë fat, po që edhe mua më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Unë kam dëshirë me nxon ky vakt aty te
afër ujit edhe me fol kanë njerëve me veti. Unë flas kanë njerëve me veti. A po? Po flas. Çka i thu vetës, e lavdon, e kritikon, Jo, ujton, apo... nuk e me thon drejtën, është mirë me fol vetë me veti, po çat moment që ta kthen vetja, çatëherë si ki punë të mirë. Ata ka kthy vetja Jo, alo, ndonjëherë. ti me sot s'ma ka kthy. Do të thonë mirë është gjendja, nuk e ke. Atëherë pas ka hy këtu edhe pas ka dal këtu. S'ka problem, met nejsan. Mirë, Mauricio, nëse e ke përfundu recetën, të lutem na e sjell, ta shijojmë bashkë me perëndimin e diellit. Shijanë është gati për të shijuar, ju bëhet mirë. Faleminderit shumë, Mauricio. Mauricio. Po, Mauricio, unë vajzat i kam fjetë. Qysh doj me hangër unë Edi, kjo është veç me të mbet në dhomë. Jo, kjo është me hongër pak e më ngi shumë. Hajde Edi, ta provojmë E provojmë. shijen e recetës së Mauricios, sallatë siciliane. Shumë e mirë. Fantastike. Djeqe, siciliano. Me kalamar? Me sepje. Edi, jemi në pjesën e peshkut të nxehtë dhe pyetjat janë këto. Hajde. Kur je me shoqëri për drekë ose darkë, ndoshta edhe ndonjë mëngjes, je i pari apo i fundit që e fu dorën në xhep? I pari. I pari, befasove. Më shumë je mik apo aktor i mirë? Mik. Edhe aktor të dyja. S'po di tash mi ndo. A e lun mirë rolin e Gjakovarit? Mendoj që është shumë mirë. Je origjinal? Shumë. Je babaj mirë? Ekstrem shumë. A i ke mbush ndonjëherë rezervuarin e veturës plot? Gjithmonë. Oh? 5 minutat e fundit jetës, do t'i kalosh me... Do të kishe dash, t'i kalosh me bashkëshortën apo me nënën? Nëna më ka vdek, kështu që nuk kam zgjidhje tjetër me bashkëshorten, por nëse kisha pas mundësi me rikthy nënën në jetë, normalisht me nënën. A ka me tu iknu bashkëshortja? Nuk është e mundshme mu edhe në këtë pikë. Me cilin koleg nuk i ke raportet e mira? Kolega aktore kam fjallën. Janë shumë pak në numër, sepse me u prish me mu do shme qenë jashtëzakonisht njeri i keq, kështu që mos t'i përmendi, se nuk i kam punë mirë me ta. Cilin nga aktorët që nje, ja ka huq profesionit? Nuk muj me të përgjish në këtë pyetje, sepse është pyetje që kërkon ma tepër me fol shumë gjatë në këtë pikë, kështu që uroj për ta që ta ndrojnë profesionin. Aktrimi shkollë apo zanat? Asnjëna pa tjetër nuk bën punë. Është talent, shkollë dhe punë. Trijat pa njëna tjetër nuk bëjnë. Kush i paguan kafet, te apo bashkëshortja? Të dy të punojmë, kush e ka kuletën më afër. Cili është sekreti që asnjëherë nuk e ke tregu deri sot e që sot ka ardhur koha? Po për vetë faktin që është sekret, nuk besoj që ka ardhur koha. Nuk ka ardhur koha. Jo. Sekreti mbetet sekret. Gënjeshtra që nuk ja fal vetës. Gënjeshtra që nuk ja fali vetës, që unë e kam bo. Zakonisht nuk e njoh veten për gënjeshtar, nuk kam diçka që jam i pendum që kam bo që nuk ka ndodhur, kështu që nuk ka ndaj gënjeshtër. Apo e hap kuletën për peshkun e artë me pas sa para i ke me vete? Nuk kam kulet me vete hiç. E disha që kjo ardhë me dikë. Edhe unë zakonisht maj edhe me post, kështu me kartel pakuti. Hera e fundit kur e ke lexuar një libër? Hera fundit kur e kam lexuar një libër tash. Unë e lexoj begisht si shpesh. Je i lexueshëm? Po shumë. Cili është libri që ke lexuar? Libri i fundit është Ndryshimet atomike. Ju propozoj Ndryshimet atomike. Është një libër i cili të shtin me ndryshu gjana shumë të vogla në jetën tonë, po që kur e përfundon librin edhe kur fillon me i zbatu ato gjana, ki me ndryshu mrena vitit jashtëzakonisht shumë. Është Ndryshimet atomike, është bestseller në New York, autori nuk më kujtohet saktësisht, po lypeni e gjeni, nëse keni me lexu, keni me mu falendëru jashtëzakonisht shumë. Nëse do ta kishe shkopin magjik, çka do të kishe ndryshuar te vetja? Te vetja, po nuk besoj që jemi kompetent për krimin që na ka bërë Zoti, nuk e di çka ka me ndryshu, nuk kisha me ndryshu asnjë. Mirë, a je i pakënaqur me veten? Jo, asnjëherë në jetë, jam i kënaqur shumë.
ky që jam, kjo dynja kërkuje, kam Okej. një shprehje e thëmë unë Në edhe. cilin film me renome botërore kishe dasht me lujt, me pas një rol? Shumë filma, shumë. Një Po prej tyre. unë e du shumë antikën greke, do më thonë e kam për zemër, edhe kisha pas shumë dëshirë me lujt të filmi Troja, Po, sepse kam qenë jashtëzakonisht i pakënaqur me Brad Pittin me rolin e Akilit, kisha pas që mi provu vetë atë rol. një kritik i Brad Pittit. Jo, nuk jam i vetmi, ajo është huqe totale. Mirë, nëse kishe mujt me zgjedh nacionalitetin, çka tjetër për pos shqiptar kishe dasht me qenë? Jo, unë jam shumë patriot, nuk e ndroj shqiptarizmin me asnjë sa në botë. Wow. Mirë, për çka të vjen marrë në jetë? Nuk kam pse me marrë të marrë, nuk jam i turpshëm, nuk kam bo gjona me marrë të marrë, nuk kam nevoj me marrë të marrë. Edhe unë jam shumë i pamarrshëm. Cilin film vizatimor ose të animuar e përcjell edhe sot? Unë e kom përcjell shumë Dexter Laboratory, që nuk është sot s'kom ku me gjetë, është jashtëzakonisht i mirë, përndryshe është edhe Family Guy, është shumë i mirë, keshi shumë. Hera e fundit kur ke rënë pre ndonjë mashtrimi. Mu më mashtrojnë shumë. Cila ka qenë e fundit ose E kom shumë pik dop, një që s'mundesh me harru? e kom shumë pik dop se unë ju besoj shumë njerëzve. Do më thonë nëse ti mu më rrenë, shtash unë e të besoj 100%. E kom pikën ma të doptën timen që njerëz mujnë me mashtru letë. Kështu që më kanë mashtru begi si shpesh. Edi, faleminderit që erdhën Vlorë në Peshkun e Artë. Faleminderit shumë që më keni ftu në Peshkun e Artë, po du me ta tregu një fore për fund. Hajde! Është një fshat, ka qenë një fshat, ku e kanë pas një lumë për me kalu lumin me dalë në pjesën tjetër. Edhe çdo herë kanë vujt për një urë, kanë vujt shumë krejt fshati, edhe një mëngjes një plak qohet edhe thot du me dalë me zonë peshk. Edhe apo vjen dikush me mu, nuk shkon kërkush, shkon plaku vetëm. Edhe tu peshku e nxen bretkosën e artë, jo peshkun e artë. E bretkosa e artë e kish veç një dëshirë me aplëcu, jo 3. Edhe i thot plakut, mendoj e dëshiren, plaku thot, mendon tash, a me bo urën, a me këthy në rini, a me bo urën, a me këthy në rini, a me bo urën. I thot, bën e urën, edhe bretkosa, pap e bën urën edhe pinuj. Nejse, se lja ju pëlqej, po mu kujtu në moment. Faleminderit shumë. A i bo ndonjëherë urë për dikë, me që veç e përmendi urën? Sa ujë hinër urë, që dojnë. Edi, faleminderit shumë edhe njerë. Shumë, Aki. Kaq për këtë edicion, takohemi bashkë javën tjetër dhe do ta përmbyllim me emisionin me një material nga Albanian Adventure. Besoj që keni mjaft çfarë të shihni dhe të eksploroni bashkë me ne Bregdetin shqiptar dhe jo vetëm. Gjithsesi, të gjithë ju që keni rekomandime ose dëshironi diçka ekstra nga emisioni Peshku i Artë, na ndiqni në Instagram dhe Facebook me po të njëjtin emër, pra Peshku i Artë. Faleminderit që ishit me ne. Natë mirë. Ky emision mundësohet nga Podravka.